Përkohë do të nisim këtë pjesë të parë të këtij edicioni, do të flasim kryesisht për zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës, duke qenë se sot në orën 18 do të mblidhet kuvendi që ta shkarkojë apo jo kreun e tyre Lumir Abdigjiku. Ndërkohë si pritet që zhvillimet që do ndodhin sot në lidhjen demokratike të Kosovës të ndikojnë tutje pastaj edhe për bisedimet, por edhe për formimin e institucioneve tutje. Për këtë do diskutojmë në këtë pjesë të parë. Të ftuar kam ish diplomatin, ndërkohë kujtoj se në zgjedhjen e 28 dhjetorit ka qenë edhe kandidat për deputet në listën e LDK-s, zotri Gzim Kasapolli. Zotri Kasapolli, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë. Kënaqësi që ju kam sot në studio, ndërkohë në studio sot me ne është edhe profesori Aldis Majlaj. Profesor, mirë se erdhe. Përshëndetje. Një vendim Kasapolli i rëndësishëm sot në LDK, megjithatë, a ka qenë momentumi i duhur që këto zhvillime të ndodhin pikërisht tani? Unë besoj se ajo që ka po ndodhë sot është pasojë, nuk është shkak. Besoj që është pasojë e një mosveprimi të leadershipit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në kuptim të rezultateve të arritura, posaçërisht gjatë 3 palëzgjidhjeve të fundit dhe vendimeve që ata i kanë marrë në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A është koha, nuk është koha? Besoj që kjo nganjëherë dhe eksponentë të Lidhjes Demokratike të Kosovës po ankohen, po thonë që po merreni shumë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por fakti që Lidhja Demokratike e Kosovës pak a shumë është çelësi i asaj se çka do të ndodhë në të ardhmen, po mërmendja na jep neve dhe një farë detyrë dhe një farë kredo në kuptim të gjykimit të asaj se çka po ndodh. Çelësi apo Lidhja Demokratike ka krijuar rrethana të tilla që të gjithë të merren me ta, duke qenë se i ka bërë publike, po themi, gjitha këto problemet e brendshme që i ka, ndërkohë që partitë e tjera sikur tentojnë t'i mbajnë pak më në heshtje dhe t'i ruajnë për brenda. Ekziston një farë qartësie tek partitë tjera opozitare, te Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në raport me institucionet e ardhshme, në raport me lëvizjen vetëvendosje. Ju dini që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë paksa e qartë, kuptim të asaj që do të mbetet në opozitë. Aleanca i ka paraqit kërkesa të veta të cilat nuk besoj që lëvizja vetëvendosje do t'i merr parasysh. Kështu që i vetmi subjekt politik i cili është potencial për krijimin e institucioneve të ardhshme është Lidhja Demokratike e Kosovës. Është potencial apo ka qenë pothuajse gjatë kohës pa qëndrim? Edhe këtë herë po edhe herat e kaluara, sepse duket sikur i ka kushtuar kjo LDK-s. Unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës tash posaçërisht kreu i tanishëm deri në ora 18 është ai i cili besoj që ka vendosur një farë forme të sigurojë mbijetesën e vet politike në krijimin e institucioneve të ardhshme dhe koalicionit me lëvizje vetëvendosje. Dhe për këtë arsye unë besoj që një pjesë tjetër, që besoj që është më e madhe, e cila e refuzon këtë gjë, për shkak që pyetja nuk është sa do të krijon institucionet e ardhshme, a do të jetë LDK-ja pjesë e qeverisë. Unë besoj që pyetja e drejtë do të ishte se a e meritojnë qytetarët e Kosovës dhe a meriton Kosova vazhdim të asaj se çka ka ndodhur në 6 vitet e fundit. A duhet Lidhja Demokratike e Kosovës të shërbejë si një farë forme e patericës, e cila në fakt për krijimin e qeverisë nuk është e domosdoshme. Lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë edhe vetë qeverinë me pakicat. Kështu që pozicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës është edhe më i paqartë në kuptim të asaj se çka do t'i shërbejë lëvizjes vetëvendosje në institucionet e ardhshme. Dhe për këtë arsye unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës është para një sfide shumë të madhe. Ajo që më ka pëlqyer, kushtimisht të them, me Lidhjen Demokratike të Kosovës është që nuk ka ndonjë synim të qartë se kush do të jetë apo a ka ndonjë alternativë për kryetarin e ardhshëm. Unë jam gjithmonë udhëtar i parimeve. Do të cili është ai parim mbi të cilin do të ndërtohen institucionet e ardhshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo se kush do të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për këtë arsye unë besoj që ora 18 sot shpresoj që do të dëshmoj edhe një herë që Lidhja Demokratike të Kosovës është vërtet demokratike. Dhe kjo demokraci të cilën e kanë trumpetuar për një kohë të gjatë, po shpresoj që do të jetë një faktor shumë i rëndësishëm në këto zgjedhje të brendshme. Para se dal tek profesori, një gjë më bëri përshtypje, thatë se Abdigjiku do të jetë kryetar deri në orën 18.
ndoshta 18:30, sepse sa të mbahet procesi. Derisa të përfundoj kuvendi. Unë besoj që zgjedhjet e kaluara, apo ajo që ka ndodhi me 30 janar të këtij viti, në kuvendin e kaluar të jashtëzakonshëm, apo ku u thirr për vot besim zoti Abdigjiku, ka shërbyer dhe si mësim për ata delegatë të tjerë të cilët në fakt e kanë mbështetur në atë kohë, ndosë ka qenë një numër shumë i vogël, një dallim shumë i madh. Besoj që këtë herë kanë pas arsye më të fortë dhe më të madhe që ta thrasin këtë kuvend dhe që ta shkarkojnë zotin Abdigjiku. Tash, ajo që është më e rëndësishmja është se si do të mbijetoj lidhja demokratike e Kosovës pas këtij kuvendi. Çka do të ndodhë me vetë lidhjen demokratike të Kosovës. Për shkak që besoj që krahu i cili është në thojza kundër zotit Abdigjiku, unë besoj që e ka potencuar edhe sot, kishte disa deklarata që lidhja demokratike e Kosovës pavarësisht nga vendimi do të mbetet si është. Por ajo që ka hezitoj të besoj është që i njëjti trajtim do të ndodhë nga grupi Lumir Abdigjikut. Unë besoj që nëse ai shkarkohet, do të ketë pasoja. Do të ketë pasoja brenda lidhjes demokratike të Kosovës, për shkak që një pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës në krye me zotin Abdigjiku e ka dëshmuar disa herë që interesin individual pak a shumë e kanë më të rëndësishëm se sa interesin kolektiv. E qartë, profesor, çfarë pritet realisht të ndodhë sot në lidhjen demokratike të Kosovës? Normalisht do duhet të ishin zhvillimet brendshme normale demokratike të LDK-s, por fakti që lidhen me krimin e institucioneve, një lidhje të cilën e ka fuqizuar bukur shumë vetë kryetari i LDK-s, i cili tha që pezullohen të gjitha negociatat, bisedimet me vetëvendosjen për të krijuar institucionet. Kjo tani i ka shtu kësaj rëndësinë, normalisht që tani kjo ngjarje nuk duket vetëm çështje brendshme e LDK-s, edhe pse më shumë të prek LDK-n. Çfarë do të jenë konsekuencat e këtij kuvendi? Më shumë ti do të preket LDK, qoftë për mirë, qoftë për keq, qoftë për një vazhdimsi e kështu me radhë, por tani ajo që pritet nga ose pritja e madhe e qytetarëve është që janë krijimi institucioneve. Dhe kjo është ajo që e ka shtuar edhe kurajën e njerëzve që dinë se çka do të bëhet aktualisht sot në kuvendin e LDK-s, ku njëra palë është për të vazhdu lidershipi dhe nështë e për të hyrë në koalicion me vetëvendosjen, pala tjetër është për të kriju ndryshime ose për të kërku llogari, përgjegjësi, për rezultate. Pikërisht për këtë, profesor, të tentojmë ndoshta ta shohim se çfarë do ndodh pas kuvendit. Do të ribashkohet, do ta ribashkoj ky kuvend LDK-n apo do ta përçaj akoma më shumë? Është kogja e mjegull për të pa, në rast sepse këtu janë disa skenar të mundshëm. Në rast se nuk ndryshon leadershipi aktual, ose kryetari aktual i LDK-s, është bën një qarje bukur e thellë brenda LDK-s që do ta ketë shumë vështirë ky kryetar aktualisht që ta menaxhoj. Kur them ta menaxhoj, kam fjalën që ta mbaj bashkë partinë. Po jo vetëm ta mbaj bashkë siç ishte ajo ndarja LDK, LDD e kështu me radhë, po ta mbaj bashkë kuptimin e mbledhjes votave, kuptimin e fuqizimit të partisë e kështu me radhë, sepse qarjet kanë dalë edhe në publik, akuzat kanë dalë edhe në publik. Madje kanë dalë, domethënë akuza ku kryetari i LDK-s i akuzon njerëz brenda. Këto akuza do duhet të ishin brenda LDK-s, sepse janë të brendshme. Tani kanë dalë sipërfaqe, dhe sidomos akuza ndaj degëve ku LDK ende ka një farë bastioni, por kogja një numër të konsiderueshëm të votave, dhe këto përçarje do të jenë bukur vështirë të menaxhohen pas kuvendit, në rast se vazhdohet me kryetarin aktual. Mirë po, megjithatë edhe kush do që tjetë pastaj, do tjetë shumë problem që ta menaxhoj, sepse si duke këtu ka dy kampe. A i bie që kryetari tjetër do jetë nga kampi tjetër? Mund tjetë nga kampi tjetër, do ta ketë problem të menaxhoj këta që janë të kampit tjetër, që si duket nuk është vetëm çështja e Abdigjikut, por është çështja edhe e zonës së Osmani. Se si do të rehabilitohet ajo, sa ideja ka qenë zoti Abdigjikut që ta rehabilitoj zonën Osmani brenda LDK-s. Dhe kjo nështë e ka ngritë edhe një lloj mlefi tek një numër i caktuar i udhëhecësve ose i antarëve të organeve të LDK-s që kanë qenë kundër sepse zoni Osmani u largua kështu me radhë. Pra janë disa skenar të mundshëm të cilat vërtet LDK-ja do ta ketë shumë vështirë që t'i menaxhoj, qoftë duke vazhduar me këtë leadership, qoftë duke ndruar leadershipin, ndoshta me këtë leadership ndoshta mund bëhen numrat për krimin e institucioneve, edhe pse kjo nuk është e sigurt.
sepse ka numra brenda LDK-s, pastaj zotri Kurti që në takim me zotrin Hamza, nëse keni vrejt, e përmendja 85-shin. Prapë e përmendi numrin 85, që LDK i kam duke 80 ose 81, me disa figura që janë kundër leadershipit aktual të LDK-s, tani mbetet fati i krijimit të institucionit në duart të tyre. A do t'jenë ata bashkëpunues apo jo? Dhe tani një përgjegjësi bukur e madhe për krijimin ose mos krijimin e institucioneve e ka marrë LDK vet me deklaratat që janë bërë që ne po i pezullojmë negociatat për shkak zhvillimeve brendshme, pra përgjegjësinë që është edhe të tjerëve LDK sigur e ka futur brenda vetes, dhe në rast se shkohen zgjedhje, kjo do t'i kushtoj bukur shumë LDK-s. Ndoshta jo një kryetar ose kryetari tjetër, pavarësisht kush do t'jetë, po si LDK besoj që do t'ketë një pasojë bukur të konsiderueshme në numrin e votave. Pothuajse faji më i madh tani drejtohet për shkak të mënyrës si është menaxhu, si është drejtuar realisht, si është drejtuar e publikut. Zgjedhjeve të fundit e ka paguar një farë mënyrë faturën. Plus asaj këtë shohim një lloj mungese të konsistencë. Në rast se tash bëhet koalicioni, dikush mund ngrit pyetje pse s'u bë para një viti. Paktën do të menjanohesh zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ndoshta prapë do shkonim zgjedhje për president. Po zgjedhjet e dhjetorit do të menjanohesh. Pse kjo mungesë e konsistencës në qëndrim? Apo ndoshta është dashur që partia të humbë bukur shumë, pastaj ndroi qëndrim, po nga ky ndryshim i qëndrimit nuk është që po përfiton partia. E qartë, Kasapolli si mendon? Zoti Abdigjiku jo vetëm që ka dëshmuar mungesë të leadershipit, por një farforme tendenca për të shpëtuar nga pagesa e kostos së vendimeve të veta. Besoj është ajo që po e dëmton lidhjen demokratike të Kosovës në thelb. E përmendi edhe profesori, në qoftë se sot negociojmë për qeveri, unë besoj që pozicioni i LDK-s ka qenë shumë i fuqishëm në shkurtin e vitit kaluar. Sepse ka qenë faktor. Absolutisht. Ato nuk bëjë qeveria. Dhe ky ka qenë, sipas dëshmisë së njerëzve të afërt të tij, të cilët sot jo që kanë dalur kundër, por kërkojnë përgjegjësi nga zoti Abdigjiku, pikërisht kjo ka qenë vendimi i tij. Vendimi i tij që Lidhja Demokratike e Kosovës të qëndrojë në opozitë, që mos bëhet as me ata as me këta. Është një shprehje që përdoret, unë e përdori vazhdimisht, të LDK-s kur gjë tamam s'pi bjen. Në shkurtin e vitit kaluar, LDK-ja ka mund ta krijojë qeverinë edhe me vetëvendosjen, po edhe me partitë opozitare. Të duket sikur e mori atë të porzën, nëse mund ta them, duke qenë se ishte e pavendosur me të dyja palët. Dëshironte një marrëveshje apo një koalicion gjithëpërfshirës. Si duke kishte qartë atë çka dëshironte. Po, nuk e kishte qartë se çfarë don. Ajo që ka ishte problematike për Lidhjen Demokratike të Kosovës, unë po mendoj që është një shprehje që e përdorin Gjakovi, hini vet janë shef. Zoti Abdigjiku në shkurt të vitit të kaluar dhe LDK-ja arriti një rritje, i fitoi diku rreth 180.000 vota, 173.000, 5.000 diku aty ishte. Dhe besoj që në qoftë se qëndron në atë pozicion, do të vazhdoj të rritet në kuptim të krijimit të një stabiliteti politik në mes të tri fuqive të mëdha, lëvizjet e vendosje, PDK-s dhe LDK-s, në mënyrë që pastaj edhe bashkëpunimi mes tyre të partive të jetë pak më problematik në kuptim të pozicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por fatkeqësisht dështoi, dhe për këtë arsye unë thash edhe një herë, ajo që ka po ndodhur sot është pasojë e mosveprimit të zotit Abdigjiku. Në qoftë se ju kujtohet, pas zgjedhjeve të dhjetorit, zoti Abdigjiku doli publikisht edhe dha dorëheqje. Por pastaj ndroi mendje që e bëri këtë pozicion të tij edhe më qesharak. Shkak që nëse një gjë është e sigurt, është që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kryesia e saj, kryetari i saj, në vazhdimsi kanë marrë përgjegjësi për dështimet e veta. Kanë dhënë dorëheqje. Është procesi më demokratik i mundshëm. Unë besoj që kjo do të jetë shkollë edhe për parti tjera politike. Të paktën, nëse mujmë ndëri, të paktën kjo është prit nga klasa e re brenda LDK. Absolutisht. Që do thotë ta po duken që jenë më shumë e vërtetë. Më karrieristë, nëse mund të themi, se sa ata që kanë qenë më herët. Absolutisht. Dhe kjo është përgjegjësia e cila po kërkohet sot nga zoti Abdigjiku.
Tash, a do të ketë përçarje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës? Dëgjoni, zgjedhjet e fundit kanë treguar edhe një fakt shumë interesant. Zoti Abdigjiku është kryetari i vetëm i një subjekti politik i cili jo vetëm që ka dalë në pozitën e dytë në listën zgjedhore, por edhe që ka më së pakti mbështetje nga të gjithë kryetarët e partive. Statistikisht, zoti Abdigjiku i ka marrë vetëm 61% të votave të elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Që është edhe një fakt, edhe një tregues që ky nuk e gëzon mbështetjen edhe vetë elektoratit të Lidhjes Demokratike të por grupin tjetër që shiqoni, në zgjedhjet e kaluara, ky ka pas diku 66%, ka ra prap në 61%, që do të thotë që mbështetja për të po zbehet. Ju e përmendët edhe më herët që unë kam qenë edhe pjesë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dëgjoni tash, për të qenë sinqert, në shumicën e vendeve që kam shkuar, e din cila fjalë ka marrë më shumë zë. Do të kisha votu, po qatë kryetar s'ta du. Do të thotë, komunikimi në mes të kryetarit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe elektoratit ka qenë minimal. Mënyra e menaxhimit të zotit Abdigjiku ka qenë nga zyra, nuk ka qenë nga tereni. Dhe pikërisht unë besoj që kjo distancë të cilën ky e ka krijuar, që tha edhe profesori, ta qenë mallin nga njëherë të ata leadershipi i shekullit të kaluar, i cili ka tentuar që të krijojë një farë misticizmi në raport me elektoratin. Unë jam në distancë në raport me ju. Dhe besoj që kjo e ka penalizuar zotin Abdigjiku, dhe në këtë rast, unë besoj që do të ishte shumë më e këshillueshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës, që të shkarkohet zoti Abdigjiku, për shkak që besoj që kostoja për Lidhjen Demokratike të Kosovës do të jetë më e vogël. Sepse zoti Abdigjiku në strukturën e vet mbështetëse, e cila në mënyrë egoiste e mbështet zotin Abdigjiku, besoj që është më pak e pushtetshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës se sa ky grupi tjetër. Unë besoj që grupi tjetër është shumë më tepër i etabluar, i lidhur me Lidhjen Demokratike, i mishruar me Lidhjen Demokratike të Kosovës se sa grupi Abdigjiku. Edhe nëse e shem në raport me votat. Edhe nëse e shem në raport me votat. Dëgjom, analiza, domethënë, bëhen vazhdimisht, grupi i cili është i afërt brenda kryesisë me zotin Abdigjiku ka marrë shumë më pak vota në krahasim me këtë grupin tjetër, brenda listës. Pavarësisht që ishin lëshuar poshtë në listë. Shumë e vërtetë. Me numra. Kështu që kjo është edhe një tregues që elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës është shumë më i prirur të qëndrojë besnik atyre të cilët kanë shërbyer në Lidhjen Demokratike të Kosovës për një kohë të gjatë, sesa këtyre të rive apo prurjeve të reja. Dhe kjo mund të dëshmohet edhe me efektin Vjosa Osmani, pavarësisht që zoti Abdigjiku tentoi ta rehabilitoj zonjën Osmani. Ta rehabilitoj apo ta shpëtoj edhe veten në një farë mënyrë, sepse kanë cilësuar edhe kështu, apo të dyja bashkë. Interesi për bashkë besoj. Bashkë që po thot profesori. Më thon ky ka qenë. Po megjithatë, a ndikoi, a ishte edhe një plus arsye për grupin tjetër që të shtyenin shkarkimin? Unë besoj që kjo e thelloi çarin. Sepse ishte pikërisht takimi me Kurtin ku mori pjesë edhe Osmani, që pastaj sikur e nxitoi këtë mbledhjen e nënshkrimeve dhe thirrjen e kuvendit. Që ishte kuvendit. absurd në vetvete. Do thot, pavarësisht pozicionit të saj në listën zgjedhore, si e para, po bisedimet me zotin Kurti, bashkë dy autoritete me dy vetura të ndarë dhe të bashkuar aty, ku njëra pale përfaqëson Lidhjen Demokratike të Kosovës zyrtarisht, ende, kurse pala tjetër nuk e dinte kush se çka përfaqësonte. Fakti që nuk ishte pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kjo definitivisht e bëri edhe më të thellë këtë çarje. Unë shpresoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpëtoj, për shkak që besoj që është vlerë shumë e madhe për Kosovën, por shpresoj që do të shpëtoj në atë mënyrë që do ta shpëtoj një farforme edhe Kosovën. Në qoftë se, po, profesor, e zgjata, është hera e parë, kështu që më falni. Në qoftë se Lidhja Demokratike e Kosovës shpëton edhe kësaj radhe, pa një përçarje të madhe, por me një obligim dhe detyrim që e ka kryetari i partisë që të lëshoj rrugë, që themi ne, pa inate personale,
Besoj që do ta sjellte edhe një qartësi në skenën politike në Kosovë, edhe në raport me lëvizjen vetëvendosje, dhe ato se ku jemi sot dhe barrën të cilën e ka lëvizja vetëvendosje në krijimin e institucioneve të ardhshme. Vetëm desha shtoj këtu tek që tha zotri Kasapolli, LDK-ja është vlerë. Vërtet të kaluarën, domethënë LDK dhe partitë tjera i kanë dhënë shumë vendit, edhe pse kanë pas të meta shumë gjatë qeverisjes. Por nuk mendoj a priori që automatikisht një parti është vlerë. E kam fjalën për gjitha partitë, jo vetëm për LDK-n. Partisë i shtohet ose rritet vlera varësisht se sa jap vendit, sa jap shoqërisë, çfarë politika sjell, çfarë vizion. Dhe mbas të kësaj mbetet shifët. A do të mbetet LDK-ja vlera apo jo, apo vetëm do të mbetet aty si një parti kuptimin asaj që janë gjitha partitë tjera. Jo vetëm për LDK-n, po edhe për partitë tjera. Edhe tek çështja që e shpëton Kosovën, nuk jam idhëtari asaj që me besu që një parti e rrezikon ose e shpëton Kosovën. Varet çka i ofron vendit, edhe në kuvend, edhe në qeveri, pavarësisht se është në pozitë apo në opozitë. Dhe mbas të kësaj, mendoj që tani është koha që LDK-ja duhet vërtet ta ridefinoj vetveten. Ka funksionu bukur shumë në emrin e Rugovës, presidentin Rugova, autoriteti i cilit ka qenë shumë i madh, domethënë edhe tek vendi dhe tek partia. Tani është koha që vendi përballet me sfida të reja që s'kan qenë të kaluara ose kanë qenë edhe të kaluara edhe të sotmen, dhe edhe LDK edhe partitë tjera duhet vërtet të shiqojnë se si vërtet i ofrojnë zgjidhje këtyre probleme. Dhe mbas kësaj pastaj i rritet vlera secilës parti politike. Po jo a priori që është LDK-ja në të kaluarën, ka pas një sukses dhe do të vazhdojnë mbetet, sepse vlera partive rritet dhe zvoglohet. Dhe treguesi më i miri i kësaj është në vota. Në rast se humb ose shton votë, domethënë qytetarët janë të kënaqur ose nuk janë të kënaqur me punën e partisë. Sa i përket çështjes së bërjes pjesë koalicionit, nëse mund të shtojë një gjë, edhe në rast se futet, e kemi thënë disa pjesë qeverisë, nuk do të jetë faktor. Dhe nuk janë votat të LDK-s në kuvend që e mbajnë LDK-n si partner, jo i partner respektueshëm, pas si partner brenda koalicionit. Që i dhije se duhet patjetër të vetvendosja ka votat e mjaftueshme. Dhe mvaret në çka? Jo në votat e veta, po në vullnetin e partisë që ka në koalicion. Tani vullneti i partisë mund ndryshojë, është një ditë mëngjes, kryetari i partisë mund çohet me një mood jo të mirë dhe thotë po e prishi koalicion. Pra ideja është që nuk janë faktor në qeveri. Tek presidenti, nëse këmbgulin me pas presidentin, edhe pse presidenti pastaj pritet tjetë ose ta kryej rolin, duke mos qenë më mbrojtës interesave të LDK-s, por mbrojt nëse vjen nga LDK-ja se është një kandidat konsensual, prap do t'jetë bukur e vështirë që LDK-ja ndoshta të përfitoj vetë si parti në kuptimin e mbrojtjes së interesave të LDK-s. LDK-ja ka nevojë që të ulet të ridefinoj pozicionin e vetë, ku është, çka dëshiron të bëjë, cilat janë qëllimet, objektivat. Po dhe në këtë pikë, a do të ishte më mirë që të ishte hapur për një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, apo të kishte një qendrim të prerë si fati PDK-ja? Varësisht se çfarë marrëveshje, sepse ne nuk po diskutojmë shumë substancën e marrëveshjes. Për çka janë marrë vesh ose për çka do të merren vesh. Ndoshta për poste ministrore ose nuk e di që kanë diskutuar për program në gjë. Unë të paktën se kam se informat. Ose ndër çështjet që vërtet do duhet të diskutojë çështja e parë do duhet ishte zvoglimi i numrit ministrive. Por si mund flas për zvoglimin e numrit ministrive kur po flitet që janë premtuar poste ministrore, zëvendës ministra e kështu me radhë, për të bërë pjesë ose për të votuar sot në kuvend. Pra mungojnë vërtet një lloj transparence e s'ka përfunduar ende, po ka filluar si bisedë mes LDK-s dhe vetëvendosjes për koalicion, po do duhet kishte një shkallë të transparencës dhe do duhet kishte disa pika programore, nga cilat pastaj LDK-ja mund të përfitonte edhe elektorat, edhe vota në tarmën, duke u thirrë natë që këto kanë qenë pikat e mia programore. Megjithatë, ky skenar është vetëm në rast se Abdigjiku qëndron. Nëse qëndron, dhe jo vetëm nëse qëndron, sepse qëndrimi është i domosdoshëm. Plus vullneti disa deputetëve që janë kundër që edhe ata me votu pra. Nuk mjafton vetëm... Sigurisht po, sepse kujtojmë herën e kaluar kur Kurti
i numëronte 80 votat bashkë me LDK-n. 85, e përmente 85, një orasi. Thoshte se nuk dua të jem në kufi me votat. Pra nuk varet vetëm qëndrimi, plus edhe vullneti atyre deputetëve që janë kundër një koalicion. Kasapolli përmendi më herët tha se grupi tjetër sikur janë më të mbështetur nga elektorati i LDK-s. Megjithatë, e kanë një lider këta, të cilët edhe ndoshta i cili do të mund të ishte kryetari i LDK-s dhe të kishte po këtë mbështetje për cilën edhe folet më herët. Tash kjo e bën situatën edhe më të komplikuar. Fakti që nuk ekziston një lider ose tash ne jemi pjesë e një diskutimi që them nganjëherë edhe diskutimi të kafeve. Më thënë se çka flitet përpara thjesht çka flitet në sheher. Më thënë për liderin e ardhshëm potencial të Lidhjes Demokratike. Por të ndërlidhem me atë se çka tha edhe profesori, unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka nevojë për qartësi të brendshme. Më shumë se sa për një lider të cilin po e kërkojnë, i cili mund të ballafaqohet me Albin Kurti. Unë besoj që ky është një nocion shumë keq i ndërtuar te ne. Pra që askush nuk po flet për parime. Të gjithë po flasin për individ, dhe kur po flasim edhe për qeveri, po flasin zoti Abdigjiku dhe zonja Osmani po flasin për pozicionin, nuk po flasin për qëllime që do të ketë qeveria e ardhshme. Si do ta shpëtojmë këtë vend nga kjo katrahur ku jemi sot. Por thjesht po flasin për pozicionin. Tash a do të ketë dhe si do të duket Lidhja Demokratike e Kosovës me një leadership të ri? Ndëgjëm, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pasur edhe ende ka një farë bindje që krejt fajet i kam prej jashtit. Dhe më thënë, krejt problemet në LDK vim prej jashtë. Kur unë besoj që problemet janë të brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që se ju kujtohet për çdo përçarje, për çdo ndarje, për çdo problem që e ka Lidhja Demokratike e Kosovës, fajsohet dikush tjetër. Kjo është ikje nga përgjegjësia. Kjo është absolutisht ikje nga përgjegjësia. Dhe një komoditet i leadershipit. Ne s'kemi faj, janë ata që po na sulmojnë. Do të thonë, po partia po zvoglohet. Në qoftë se ju kujtohet, ndarja e parë e Lidhjes Demokratike të Kosovës mes LDK-s dhe LDD-s fajsoi PDK-ja. Kur këta kishin probleme të brendshme të cilat ishin të natyrës të asaj që çka tha edhe profesori, të atij nocionit të rrugovizmit në momentin kur vdiq presidenti Rugova. Në zgjedhjet e vitit 2019, nëse ju kujtohet, Lidhja Demokratike e Kosovës dallonte nga lëvizja vetëvendose për disa mijëra vota. Do të thotë, në zgjedhjet e 2019-s LDK-ja kishte diku 25%, afër 25%. Dhe kishte diku 29 apo 30 deputet. Dhe ndarja, ajo çka ndodhi pastaj, dhe ndarja e Vjosa Osmanit nga Lidhja Demokratike e Kosovës e shkaktoi këtë katrahur. Do të thonë, prap janë probleme të brendshme ato të cilat po afektojnë të Lidhja Demokratike e Kosovës. A do të ketë sot të njëjtin efekt? Pra po them shpresoj që jo. Unë pra po shpresoj që zoti Abdigjiku në ora 18 do të dalë edhe publikisht do t'jap dorëheqje për të ruajtur LDK-n. Dorëheqje të parevokueshme? Apo dorëheqje si herën e kaluar? Jo, dorëheqje të parevokueshme me qëllim që ta ruaj LDK-n e jo ta thelloj edhe më tepër këtë krizë. Dhe pastaj po shpresoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë në gjendje që së paku për një periudhë kalimtare të ketë një komision apo një komitet, si do në ta quajnë atë, si një grup i cili do ta udhëheq LDK-n drejt zgjedhjeve të sinqerta. Pra po them, zgjedhjeve të sinqerta. Për shkak që ajo çka po shohim edhe sot, po shohim edhe një farë doze, që tha profesori, një farë doze jo sinqeritetit. Thot, po ndëgjojmë edhe telefonata ku bëhet shitblerje e pozicioneve. Paktën kështu është raportuar kërcime, si që tha dhe gjatë ditës së djeshme, po ati një reagim nga vetë LDK-ja. Të dy krahat kanë pas premtime. Të dy krahat kanë pas premtime. Dhe më thënë që e bëjnë këtë garë shumë banale pastaj. Dhe apo i bie tani që është ky kuvend për te interesave të dy kampeve apo jo? Sepse në një postim Hykmete Bajrami kujtoi se para pak ditësh e bëjnë në rrjetin social Facebook, tha se këtu nuk do të vendoset se kush është me kryetarin, kush është PDK, kush është lëvizje vetëvendosje, por kush është me të vërtet LDK. Këtë e vendosin delegatët.
do shta delegate vendosin pro asaj, pro kësaj, ose kush është. Po, por me gjithatë, me ato që u raportuan, bie në kundërshtim me këtë që ka thënë Hikmeti Bajrami. Pra, bie se nuk po shkon për te interesave të dy grupeve. Nëse lobimi ka qenë efektiv, atër delegatët shkojnë një anë nëse anën tjetër. Ta shktojnë naracionet të importuara, të stisura. Dhe pikërisht këtu e shoh dobësinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka lejuar që ta pozicionoj këtë parti o anej o kënej. Ose jemi LVV-n, ose jemi PDK-n. Që është dobësi e vetë partisë dhe leadership. Dhe më të regon dozën e seriozitetit partisë. Dhe kjo është pikërisht ajo kostët të cilin, unë besoj dhe profesori pajtohet, që ky leadership i LDK-s duhet ta paguaj. Në qoftë e ka sjell Lidhjen Demokratike të Kosovës në një pozicion ku duhet të zgjedh mes PDK-s, e cila vetë ka probleme të saj të brendshme, dhe lëvizjes vetë vendosje, vazhdimit të këtij mentaliteti qeverisës, atëherë unë nuk besoj që ka argumente dhe arsye më të fuqishme për zotin Abdigjiku që t'jap sot dorëheqje, të parevokueshme, që së bashku me atë strukturë të cilën e ka sjell, të merr përgjegjësi, duke mos amnistuar edhe këtë pjesën tjetër. Në asnjë formë duke amnistuar këtë pjesën tjetër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por gjithsesi, unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës, që tha dhe profesori, ka nevojë për qartësi të brendshme, ka nevojë për pozicionim të brendshëm dhe krijim të një konsensusi në raport me atë se si do të jetë e ardhmja, jo se kush është më rrugovist e kush është më pak rrugovist. Do të thotë, ka mbetur e zhytur në të kaluarën dhe nuk po mundet në asnjë formë t'i marrë, që themi edhe ne, frerët e asaj se si do të duket e ardhmja. E qartë, profesor, ka gjasa që t'jap të reqet pa revokueshme Abdigjiku? Nuk e besoj. Nuk e ka bërë deri më tani. Nuk e besoj. Edhe po ta bënte është e vonshme sepse kuvendi është thirrur. Sikur t'jap të dorëheqjes s'kishte nevojë fare që të mbledhej kuvendi. Nuk besoj, si duket ka nda mendjen që mos të dorëzohet, ndoshta jo vetëm, por edhe grupin që ka afër aty. Çfarë do thoshte për grupin kundërshtues në rast se edhe një herë konfirmohet Abdigjiku kryetar? Do thoshte që ndoshta nuk pres një ndarje të llojit LDK-LDD, po të paktën pres edhe një indiferencë edhe më të madhe të grupit tjetër në angazhimin e atij grupi për të konsoliduar partinë, për të rrit votat, për të marrë vota në zgjedhje e kështu me radhë. Kur them për të konsolidu partin, një prej indikatorëve që tregojnë se sa është e konsoliduar LDK-ja është fakti që këtu po na dalin gjysma, siç po thuhet, me vetëvendosjen gjysma me PDK-n, do thotë që partia është jo mirë e konsoliduar. Atë një prej objektivave të para të leadershipit pas orës 18 duhet të jetë konsolidimi i LDK-s, që të jetë një LDK për LDK-n. Pse nuk ka një ndarje të tillë të vetëvendosja ose të PDK. Dhe më thonë që janë më të konsoliduara se sa LDK. Kush e merr përgjegjësinë për këtë mungesë të konsolidimit brendshëm partisë? Të parët janë leadershipi i partisë, pra nuk pres që do t'jap dorëheqje, dhe dorëheqja që ishte para sa muajsh ishte më shumë për të mos dhënë dorëheqje se sa për të dhënë dorëheqje. Tani ndoshta votat do t'jenë bukur afër, mbetet shifet lobimet e të dy grupeve sa kanë qenë të efektshme, si duket ka pas premtime për pushtet nivel qendror, po ka pas premtime edhe për pushtet nivel lokal, aty ku LDK-ja është në pushtet nivel lokal, dhe do t'jenë delegatët ata që do ta përcaktojnë të armën, cili do që t'jetë epilogu, LDK-si duhet kohë që ta marrë vetën, që t'i kthejet vërtet votuesve, degëve, strukturave të LDK-s, t'i kthejet vetës, dhe nga qytetarët përgjithësi ndoshta më shumë presin krimin e institucioneve, por megjithatë edhe në rast se nuk ndryshon leadershipi, do të jetë kogja sfiduese krimi i institucioneve me këta numra që i ka LDK-ja për shkak të disa janë kundër një bashkëpunimi. Ndoshta ata mund ta ndrojnë mendjen, nuk e di, për shkak të në rast se merr një vot prapë të vot besimin e zotrit Abdigjiku mbetet të shihet. Po në rast se vazhdon kështu LDK-ja, domethënë do ta ketë shumë vështirë në zgjedhjet të ardhshme që jo të arrujë këtë rezultat, jo të arresë, po të paktën dhe të arrujë këtë rezultat, sepse qarja ka shku në atë nivel, për shkak të mos menaxhimit mirë të dhënies së përgjegjësisë së brendshme, sa që LDK ndoshta s'po them që e pret një
ndarjen në dysh, po do ta ketë shumë vështirë ta menaxhoj dhe ta konsolidoj vetveten brenda si LDK. Një qarë. Ndërkohë, gjatë ditëve të fundit është përmendur edhe emri Përparim Ramës, që mund të vije në krye të LDK-s në rast të shkarkimit të Abdi Gjikut. Sa ka gjasa me ndodhë një gjë e tillë dhe a do të ishte më mirë për LDK-n ta kishte një kryetar si Përparim Rama? Në që se mund të ndërlidhem veç me profesorin. Për dalim nga ajo se çka ka ndodhë në kuvendin e kaluar, tash po vret një qartësi më e madhe rreth boshtit të LDK-s. Boshti i LDK-s tash mund të quajmë pushtet në hije. Ishin disa persona të disa degve, kryetar të disa degve të cilët llogariten goxha të fuqishëm, edhe në kuptim të jo vetëm të elektoratit, por edhe të votave që kanë në kuvend. Dhe të ta u vrente një qartësi në kuptim të kërkimit të përgjegjësisë për zotin Abdi Gjiku. Dhe këtu po mendoj për kryetarin e PE-s, të Lipjanit, që është demokratike. Që është absolutisht demokratike, por unë besoj që pikërisht kjo qartësi do ta bëjë dallimin në kuvend. Kjo qartësi e këtyre individëve dhe kërkimi përgjegjësisë që nuk ishte në kuvendin para. Nuk ishte në kuvendin e kaluar. Do ta bëj dallimin dhe zoti Abdi Gjiku edhe pse në atë kuvend nuk prite një marrëveshje koalicioni ku mund premtoheshin ministra, zëvendës ministra. E vërtetë dhe kjo është kundërpeshja asaj pastaj. E vërtetë. Që mund ta mbulojnë një masë. Por prap është interesante se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se pavarësisht nga premtimi, domethënë duhet të ketë edhe një dozë të realitetit të brendshëm, ato që tha profesori. Nëse një grup prej 18 deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës është i përçarë dhe nuk ka kurfar garancie që do ta merr atë pozicion, atëherë unë besoj që edhe njerëzit i kanë kalkuluar drejt këtë çështje. Sa i përket zotit Rama, unë e kam ngrit zotin Rama si një paralele nëse ju kujtohet me profesorin Isa Mustafa. Dhe po më duket si një déjà vu. Ju kujtohet kur zoti Sejdiu, Fatmir Sejdiu ishte kryetari i LDK-s dhe filluan zoti Isa Mustafa ishte kryetari i Prishtinës dhe filluan këto zërat Isa do të bëhet, më thënë edhe erdhin nga jashtë, Isa Mustafa i cili në atë kohë nuk ishte as antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, erdhi nga jashtë dhe e mori partinë. Po e shoh të njëjtin skenar. Do të thotë ajo çka po ndodh sot me Përparim Ramën, duke tentuar që ta trumpetojnë si lider i ardhshëm. A është Përparim Rama shpëtimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë prapë po kthejmë nga jam i thtar i qartësimit të konceptit dhe demokracisë së brendshme brenda partisë politike, jo kërkimit të një lideri i cili në një formë apo në formë tjetër mund të ballafaqohet me zotin Kurti. Do të kërkesat tona po i shoh nganjëherë si shumë banale, për shkak që nuk po flasim për demokratizimin e brendshëm shoqëror, po thjesht po kërkojmë dikë që të ballafaqohet me dikë. Duke e krijuar një luftë individuale që unë besoj që është shumë mbutë thënë, besoj që është shumë demode dhe është shumë e vjetër si koncept. Kush do të jetë lideri i ardhshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë besoj që ka brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës shumë opcione, po ka pak guxim. Nëse diçka e ka karakterizuar Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe leadershipin e saj gjatë viteve, është guximi. Guximi për marrje të përgjegjësisë. Nëse vreni sot shumica e njerëzve të cilët thuhet që e kanë pushtetin faktik në Lidhjen Demokratike të Kosovës, janë disi të strehuar në disa pozicione si nënkryetar, pjesë e kryesisë së LDK-s dhe në asnjë moment nuk kanë marrë përgjegjësi. Dhe besoj që pikërisht brenda këtij grupi që është kundër zotit Abdi Gjiku, e përmendë ju zotin Hikmete Bajrami, zoti Abdullah Hoti, apo Kujtim Shala, apo Arben Gashi, apo Gazmen Muhaxheri, të gjitha këto përbëjnë pushtetin faktik të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por nuk kanë qenë asnjëherë në gjendje që ta bëjnë hapin dhe thënë, "Ok,
unë do të marrë përgjegjësinë për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe a do të ishte diçka më ndryshe në rast se dikush nga ata do të merrte përgjegjësinë për të qenë kryetar, apo do të ishte njëjtë sikur me Abdigjikun, dhe a do ndryshonte shumë në rast se në krye vjen Rama? Unë besoj që me zotin Rama, dallimi do të ishte më i madh se sa në qoftë se brenda strukturës e merr dikush Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në plan afat shkurt, por në plan afat gjatë, në qoftë se tentohet të krijohet një qartësi brenda subjektit politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë unë besoj që do duhet të ishte dikush nga brenda, dikush që e njeh në thelb Lidhjen Demokratike të Kosovës. E jo dikush që importohet nga jashtë. Unë nuk besoj që e ka të njëjtin emocion zoti Rama në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës se sa dikush që ka qenë. Megjithatë, gjithë këta që kanë qenë pjesë, emrat cilët edhe i përmendja, a nuk janë edhe ata përgjegjës deri diku për gjithë ato se çfarë ka ndodhur LDK-s, me qenë se ishin pjesë e kryesisë? Unë thash edhe më herët, nuk jam nistova në asnjë moment, më thonë, nuk jam nistoj, por që leadershipi i vërtet është ai i cili është në krye të partisë. Unë besoj që të gjithë duhet marrin përgjegjësi në një formë apo në formën tjetër, por që unë besoj që kjo duhet filloj nga zoti Abdigjiku, pastaj të krijohet një strukturë e cila do të marrë përgjegjësinë për fazat e ardhshme. E qartë. Profesor, ndoshta një mendim të fundit, sepse jam këtë në fund. Po, mendoj që LDK do të mësojnë nga e kaluara e afërt. E bërin një ndryshim të leadershipit. Por si duket, ky ndryshim i leadershipit ishte më shumë ndryshim të emrave. Nuk ishte një ndryshim substancial, konceptual, gjë që u dëshmua dhe në votat e elektoratit që LDK-ja nuk korrit. Ra mbeti aty ku ishte parafërsisht dhe bazë të kësaj LDK nuk duhet ta bëjë një gabim të njëjtë. Nëse mendon vetëm ta ndrojë një kryetar, ajo shumë e lehtë, mund ta heq këtë, ta vendos këtë. LDK-ja për të këndel, për të kthyer, domethënë atë rolin, vlerën që do duhet ta kishte shoqërinë politike kështu me radhë, duhet të bëjë një reformë rëndësore, substanciale. Jo vetëm me ndryshimin e leadershipit, të shef hapësirat, kërkesat e mëdha të qytetarëve, se cilat janë, çka kërkojnë ata nga partitë politike, në bazë të kësaj, ta krijojnë një ofertë për cilën edhe do të fitonte LDK-ja, edhe Kosova, edhe partitë tjera, sepse vendi zhvillohet në bazë të konkurrencës partive. Sa më shumë që ka konkurrencë, po jo konkurrencë mes liderëve, mes kryetarëve, konkurrencë mes ideve, këto janë ato që kanë zhvillu vendet ku sot demokracia është e zhvilluar. Një gabim e ka bërë LDK-ja para 5-6 vite, e ndryshoi emrin e kryetarit e kështu me radhë, nuk ndryshoi substancialisht ja ku është sot jo vetëm LDK-ja, po ja ku është sot edhe Kosova. E qartë, megjithatë mbetet në orën 18 shihet se çfarë do ndodhë, si do të ndryshojnë pastaj edhe diskutimet rreth LDK-s. Gjatë ditës së nesërme, faleminderit shumë profesor Kasapolli, faleminderit shumë që ishit në studion mes ditës. Do të kemi një shkëputje fare të shkurtër dhe kur të kthehemi do të jemi direkt nga Ujmani.